Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në rubrikën Njerëz si ne me mua Kostanën. Sot kam kënaqësinë që të kem në këtë studio, do ju duket shumë e çuditshme, por do ja u shpjegoj pse është kështu si është. Shokun tim të lagjes, shokun tim të 8 vjeçares dhe pilotin e zemrave Arbër Xhaja. Arbër, mirë se më erdhe. Përshëndetje dhe gëzojmë që u pam pas 20 Pas ka shumë vite. Qa ndodhi me Arbrin dhe si u pam pas ka shumë vitesh. Unë si një njeri që për disa kohë kam bërë, le të themi, si pushim nga të ndjekurit të rrjeteve sociale për të parë çfarë bëhet. Jo se s'kam postuar, po vetëm kam postuar. Unë nuk e dija që Arbri bënte në këtë moment ato që ju të gjithë e dini, sepse ju e njihni Arbrin. Dhe bëj një postim në TikTok ku them, kam ca kohë që shoh kjo videoja që do shihni tani, që shoh këto fluturimet, hedhjet nga avioni, hedhjet lira me parashute dhe kam shumë dëshirë të mund të marr një pilot në podcastin tim. Ju lutem më thoni, më sugjeroni se kë mund të marr. Dhe Fiori, kolegu jon, më çon numrin e Arbrit, kur shoh them, Arbri shoku im. Dhe marr Arbrin në telefon dhe del që ishte Arbri shoku im. Kështu që ishte për mua shumë kënaqësi dy herë. Domethënë, jo vetëm si piloti që po kërkoja me cilin doja të bisedoja, po e gjeta. Po mbi të gjitha që ritakohem pas kaq shumë vitesh me Arbrin, sepse kemi shumë kujtime. Ne kemi qenë lindur bashkë në një lagje, shkuar bashkë në një klasë. Po bënim ekskursion. Është shumë e çuditshme se unë Arbrin e mbaj mend si futbollist. Gjithmonë si një djalë sportist, gjithmonë shumë i dhënë mbas trupit, mbas forcës fizike. Ka luajtur Arbri futboll, edhe futboll profesionist, po deri vonë. Pastaj Arbri e la futbollin, bëri ca pushime. Dhe pastaj marr vesh që Arbri rikthehet si pilot. Çfarë ndodhi me ty tash ti? Normal që duke u marrë gjatë gjithë kohës me sport, normal që ne na pëlqejnë aventurat. Unë para se të filloja parashuta do mora shumë me motorrat. Okay. E zaurova komplet adrenalinën e motorrat. Po çfarë bëre me motorrat? Po dilim në Shqipëri me grupe çunash. Edhe bëre nga këto rallyt, kështu. Jo, vetëm ture më shumë. Thonë aventura, edhe kur e zaurova këtë adrenalinën e motorit, doja një adrenalinë më të fortë. Pa, fiks. Edhe u futa parashutës. Kjo ishte, tani kam gjetë vetveten. Je i plotësuar aty? Po, tani jam. Arbri ka dërguar pjesën më të madhe të flamujve, të përshëndetjeve, me parashut, në Big Brother, po besoj edhe në vende tjera. Unë u bëra 5 vjet që punoj me Big Brother dhe 2 vjet që punoj me Fermën. Me të dy realitit. Po ka njerëz që duan t'i çojnë parashut një të dashurit vet, për shembull, apo ka edhe kështu. Ka edhe kështu, normal. Në një ditëlindje, që surprizojnë njerëzit, ditëlindje, urime, mesazhe dashurie. Nga këto I love you që fluturon në ajër kur bëhet një propozim për martesë, ka ndodhur dhe kjo? Ka ndodhur gjitha propozim për martesë, gjitha i kam bërë, me thënë drejtën, se është bërë shumë trendi tani. Si është aty kur shkon aty në Big Brother, se këto janë kurioz të gjithë të din, kur ti shkon dhe ju çon. Ato emocionohen shumë. Po? Me çka kam parë, domethënë, edhe kur dalin banorët që kam kontakte mbrapa, thonë na ke emocionuar shumë. Normal se jam i vetmi që shohin ato. Po pra, s'ka njëri tjetër aty. Jam i vetmi nga jashtë, domethënë, që mund më shohin. Ka ndodhur që edhe ti je ulur aty, ti je futur dhe brenda dhe të kesh pasur direkt kontakte disa Big Brother më para. Po, Big Brother më parë me Monika Lubonjën, i bëra i surprizë Monikës. Edhe ishte normal, ishte pozitive për mua, sepse falja saj edhe kam edhe këtë feedback tani edhe nga njerëzit edhe nga të gjithë, domethënë. Domethënë, Arbri që kam njohur unë, shoku im i 8 vjeçares, shoku im i klasës i lagjes, nuk është bërë vetëm parashutist, është bërë dhe i famshëm. Domethënë, edhe brenda botës televizionit në një mënyrë. Po, normal, po me thënë drejtën, Ana, më shumë pranova të bëja pjesë e showbizit, mund të themi. Vetëm për anë punës, nuk është se kam pas qef të bëja publik. E di pra, po, sepse ti me sportet. Më shumë për punës, sepse unë verës punoj shumë me turist. Bëj fluturime dyshe dhe
në fakt që të njihem më bënte mirë edhe për punën, që të vinë më shumë klient. Edhe ka ndikuar besoj. Po, normal që ka ndikuar. Ti ke gjithë ato audiencë në rrjetet sociale, në Instagram e kudo. Fal edhe Big Brother. Patjetër. Sepse ç'a ndodh, çdo Big Brother më shtohen followers. Sepse ato që kanë follower, domethënë banorët që janë brenda, ato që i ndjekin dhe mua, që shohin kur i shkon parashuta. Shumë e bukur zinxhiri. Edhe çdo Big Brother më shtohen 3000, 5000, 6000. Po ti e bër personazh më i qëndrueshëm në Big Brother. Po. Unë jam banor për gjithmonë. Një banor i ajrit. Shumë e bukur. Më bëhet kaq shumë qefi, jam kaq e gëzuar, siç edhe besoj po e shpreh, që ti je kaq mirë, edhe që të takoj në këtë gjendje kaq të mirë. Po në fakt nuk prisja që të takoj Arbrin, shokun tim, prisja që të flisja me një djalë të panjohur i cili merret me fluturimet, me botën e ajrit, nga toka, se ti ke qenë në tokë fare, kur të njohun futbollist më me këmbë në tokë, si është tani, se është shkëputje shumë e madhe Arbër, apo jo? Po, është e vërtet, me thënë drejtën, e kam thënë edhe në emisionet tjera që sa që fluturoj, e shkëpus fare kontaktin me tokën. Jo vetëm fizikisht, po edhe nga mendja. E si është? Është komplet atje lart, mendon gjëra të tjera. Për shembull, ke probleme për shembull, më thonë sa ose mendimi që të vinë kur janë tokë, atje nuk vin fare. Po çfarë vjen atje? Atje vetëm shijon pamjen, natyrën, velën, manovrat. Është gjë tjetër komplet. Edhe bilesta si që rojt, vish ta provoj. Po pra do ta tjera. provoj, po kam pak frikë, kam shumë frikë. Nuk Por kam aq shumë dëshirë që ta provoj, është e bukur, edhe ka për të pëlqyer, sepse fluturimet që i bëjnë që rreth i bëj buzdetit. Edhe ke mundësi të shohësh natyrën, breakdetin e Adriatikut. Si e nise ti? Pse e vendose? Më the për adrenalinën, thjesht për adrenalinën? Fillim e nisa si pasion, me thënë drejtën. Ta bëja kur kisha kohë të lirë, po duke parë sa e vështirë është dhe që është, po normal që është rrezik. Hyn te sportet ekstreme, s'do ne e bëjmë domethënë thjesht, por nuk është aq e thjesht, me thënë drejtën. Prandaj kam frikë. Edhe shumë veta nuk e njohin si punë, domethënë, nuk e njohin fare. Kam pas rast domethënë që më thotë ja më çoj 2 minuta, por kupton se ajo është duket si një gjë kështu kur do të çosh në karrige. Kur është erë fort ne nuk mund ngremi. Kur është shi nuk mund ngremi. Po një njeri nuk e kupton që është erë fort dhe thotë ama koha është me diellë, por është shumë e bukur, pse të shohësh 2 minuta. Po ka rreziqet e veta domethënë, edhe nuk është aq e thjeshtë sa. Absolutisht. Hyn te sportet ekstreme, domethënë një gabim i vogël mund të kushtoj shumë. Mund të kushtoj edhe jetën apo jo? Po si ja bën, është disiplina? Pra nuk është sport që duhet ta bëjnë njerëzit e padisiplinuar. Normal, as bëhet llaf edhe nuk mund bëhet pa kurse, pa përvojë, pa eksperiencë, pa dikë që të mësoj hapat e para. Po ti si e mësove, si ishte kontakti i parë, hera parë, kur ke fluturuar për herë të parë? Unë kam fluturuar për herë të parë në 2015-ën. Kam bërë fluturimin e parë, kam bërë nga llogaraja vetëm. Vetëm fare? Po, vetëm. Po si e bëre direkt vetëm? Jo, po kisha bë kurs. Kurs. Po, faktikisht fal sportit e pata më të lehtë të ke qenë trupi servitur gjithmonë. Ta përvetsoja këtë. Edhe u përgështova aq shumë sa rria gjatë gjithë kohës bëja servitje. Po servitja si është? E bën në tokë servitjen. Për shembull, fillimet, hapat e parë se po pyes për veten time se do bën unë. Hapat e parë bëhen në tokë, gjithmonë. Ngrehem velën dhe e mban statik velën. Rri me velë aty afër tokës. Po, në tokë vetëm ngre velën dhe ti je në tokë, vela është në ajër dhe mban. E mëson që ta kontrollosh. Që ta kontrollosh kesh, po. Po e njëjta gjë është edhe në ajër, prandaj fillohet në tokë. Pastaj gjejmë një kodër të vogël që bëjmë shkëputje. Nga i kodër vogël. Si është shkëputja e parë? Është shumë e bukur aty. Ajo sa rrohet besoj. Jo, ato janë të lezetshme, ato nuk e përjeton shumë fluturimin, se një minutë mund të fluturosh. Po është lartësi shumë e vogël që nuk e kupton. Pastaj fluturimi i parë që është lartësi aty e kupton. Pra nuk të përgjaj. Në fillim vin gjitha ato mendime e tmerrshme, do bie, si po magjo fia, jo kështu, jo ashtu. Fillon shef. Truri punon. Po si kalon ajo? Se mund të kapi paniku. Ka njerëz besoj që i ka paniku, sidomos turistët, për shembull, vit fluturoj me ty, ato do shoh. Jo, po edhe turistët, po edhe pilot ka pas që i ka paniku. Ashtu. Momente ulje për shembull.
Edhe kam bërë veprime që s'duhet i bëshin. Pikërisht, nga paniku, nga keq paniku mund të humbësh kontrollin, prandaj po them. E kanë shumë më keq velen mbledh. Po stërvitesh edhe për këtë lloj vet kontrollit të mendjes? Po normal, tani gjithë pilotët, faktikisht këtu nuk ka shumë pilot, me thënë drejtën. Janë shumë pak, me gishta janë pilotët. Paktën këtë që bëj unë me paramotor, janë shumë pak. Po duhet stërvitesh gjatë gjithë kohës. Ky është sport që nuk do neglizhencë, nuk mund të rish ti tër javës në krevat, ajtë se po fluturoj sot, ti sa më shumë fluturosh, sa më orë fluturimit kesh, aq më i besueshëm je për veten, aq më i sigurt je për veten, pastaj edhe ne që punojmë me pasagjerë akoma më mirë. Për njerëzit që kanë si unë, domethënë, ja ta them dhe një sekret për veten, që kanë fobi avionin. To faktikisht mund të kaloj kjo fobi nëse bën këtë fluturim? Ja, besoj, po fobit e lartësive është si çik problem, po kanë pas njerëz që kanë ardhur dhe e kanë thyer këtë fobi. Pra për ta thyer them, për ta bërë këtë gjë për të thyer fobin nga lartësia. Po duhet të jesh e shoqëruar, sepse mund të ndodhi siç i ndodhi asaj të vajzës në Serbim, duke në Malzi. Nuk e di, po. Po që pësoi një atak paniku ajo në ajër, po ishte me parasailing, jo me parashut. Po. Duhet ta theksojmë këtë. Po. Se po të ishte me pilot, nuk kishte për të ndodhur asgjë. Ajo humbi jetën. Humbi jetën sepse e kapi paniku dhe në momentet që të ka paniku ti nuk e kontrollon veten, do të lirohesh sepse fillon të merret fryma, këto pasojat. Edhe ti ajo u zgjill. Ajo lëshoi parashutën dhe ra poshtë. U zgjill se ishte vetëm në ajër me parasailing duke e tërheq skafi, po ishte 60 metra lart. Edhe ajo nga paniku, ai filloi duke u zgjill, edhe kujtoi se do shpëtonte po t'u zgjillte, ndërkohë që ra poshtë në det edhe humbi jetën. Dhe nga 60 metra në det është sikur të biesh në gur, deti bëhet, nuk ka rëndësi ashtu ja. Radio, për shembull, po të kishe radio, ajo mund të kishte shpëtu. Sepse do ta normal që do i fliste dhe qetësohen. Ose më mirë ishte me një dikë aty. Është qartë. Mirë, po çfarë diferencë ka me paramotor? Ajo që bën ti dhe nga këta djemt që hidhen, pastaj hidhen nga mali apo nga llogëraja për shembull, siç bëhen. Ndryshimi është që ne me paramotor nuk na shërben një mal. Domethënë ne e bëjmë pistën take-offin, e ngrejmë nga një pistë, e kupton? Edhe aty ngrehemi, aty ulemi. Kurse nga mali është ndryshe, ne hypim llogara dhe zbesim palas ose ndërmjet. Po nga ana emocionale, si përjetim, ai nga mali është më apo jo? E njëjta gjë është, e njëjta gjë, nuk është biles kjo me paramotor është më e sigurt dhe më patjetër që është më e shijueshme për pasagjerin. Sepse nga mali sado është e frikshme. Ajo është frika më se ti do vraposh drejt greminës. Kështu që pikërisht, po. Shumë veta për shkakun kam pas punuar në 2017-ën, 18-ën në llogara. Shumë goca edhe shumë çuna. Ti e ke bërë në fillim pa paramotor. E ke bërë direkt me këtë hedhjen me shkëputje. Kto janë kështu, kategori domethënë. Ti fillon free fly në fillim, që fillon vetëm, pastaj masi bën ca orë fluturimi që e ndjen veten që je i aftë të bësh edhe fluturime dyshe, fillon me fluturime dyshe nga llogaraja, pa motor. Pastaj mora paramotorin, bëra disa orë fluturimi vetëm, po pastaj kalova te trajku me pasagjer. Domethënë është gradualisht. Tani këtu vetëm me të marr avion tani se s'kam gjë. Po çdo avionin, ne kjo është eksperiencë më e bukur se të futesh aty të mbyllesh brenda në avion. Mendoj që kjo edhe për mua është më e bukur, do më shërbente shumë, them unë, për të humbur atë. Po mund ta provojmë se nuk është ne kemi në dorë këtu, se ideja është që ne ngrehemi gradualisht. Dhe ti nëse nuk e përballon dot për shembull. Ka raste të tilla? Po më ndodh është shumë e bukur kjo me i çun. Po. Dhe vin katër shok. Këto edhe do fluturonin. Ishin kamarier të një resort aty afër Qerret. Edhe tani un gjithmonë i psikologjisë njerëzit që e shoh kush ka frikë. Edhe me atë fluturoi të parin. Nuk e lej për në fund sepse ai sa më shumë rrin, aq më shumë bravo, aq më shumë për cilë atë emocionin. Po i ngjizet frika në zemër. Edhe ato ishin duke e bosh shaka, duke e talla të çunin, edhe i them unë fluturojmë bashkë, i thash se ty të shoh që je më i fortë nga këto. Më dhoni çik zemër. Edhe i them unë para se të fluturojmë, duke ulë se dile, i them unë kur ta bëj kështu, i thash unë, ma bëj edhe ti që je okay, ja kupton kur ngrehemi. Po nëse kemi gjë, ma bëj thjesht mrapsh gishtin. Okej. Edhe ngrehemi, ne sa ngrehem, nxjerr dorën unë ja bëj okay. Iç isha kap te telat hy. Paniku. Edhe se isha do dorën nga gazi se patjetër. Duhet merresh ai çik më shumë lartësi, ora dhe çik më shumë lartësi që
të ulja gazin, se ajo ka tendencën nëse ish dorën nga gazi, vetëm të Të ulet, po. Edhe unë ngreta dhe çik më lart, edhe u hiq dorën nga gazi, them, ai e mirë. Vetëm kur një gjë një ishte, kap këtu ai. Mul mbraps. I shkreti. Edhe shu do bëjarë në parë. E ula direkt. Me vërtet, s'bite direkt. Jo, e ula direkt, normal, bona direkt në lending. Që tha pas të kur zbriti, Pastaj ishte vazhdo. ato shokët duke u shkri, jo, nuk e përjetoj ashtu, ato fillun duke qesh me të moha. Po ai e provoi më? Jo, nuk bëri. Ai videon i thash e ke se 30 sekonda fluturumi. Tash, kështu që videon do ta montoj. Po mirë, aty bravo i qoftë, pas ka provu të pak në 30 sekonda. Edhe ti mund ta provosh, nuk është 30 sekonda. Po raste që i ka paniku në ajër, që janë për shembull deri diku janë mirë. Ti vazhdon fluturimin dhe pastaj mul tani. Mund të ndodhi? Po, më ka ndodhur me një gocë nga Kosova, bileze kam edhe shoqja atë. Edhe ne fluturum. I thoshe gjatë gjithë kohës u madhe shumë, e shifsha që ishte në tension, u madhe shtrëngolte shumë te ekra të trajgut. Edhe i thash, o zemër, edhe mos e ma shumë ekrin këtu, i thash se foram nuk të ma ekrin. Eku të ma. Është kot që lodhesh. Edhe duke fluturu, e pak ja mesha dorën, e bëja që të lirohet pak, i thash ja, e shef që rrinë edhe pa dur, pa u majt tu. E përballoj, pastaj tha të lutem, tha mul se s'po e përballoj. Ua, e pa parë. Po çfarë ndodh? Ndodh diçka brenda sistemit nervor apo ndodh edhe fizikisht ndonjë gjë? Jo, kam përshtypjen që janë mendimet negative që të vinë me shumicë në atë moment. Edhe fillon për shembull ti të shef fijet e holla, po ato janë fije që majnë 3-4 ton një fije. A kupton? I ka holla fijet parashita. Po i ka të forta, majnë 2 deri në 3 ton një fije. A kupton? Kështu që ajo ka shumë fije. Po. Edhe mendimet e negative kam përshtypjen që i bëjnë që mos ta shijojnë adrenalinën edhe kënaqësinë që ka. Po fëmijë hypin? Po, dhe fëmija. Ka prindër që ka ish guximtar që sa duket guximi i madh. Ka. Unë par vjet kam fluturuar me 2 vëllezër, dëgjel që erdhën bashkë me prindrit. Po. Edhe shifja nëna po e lindë zemrë. Nëna, të lutem, i thash amon se kur ka kështu po, krijohet stres edhe për ty. Krijohet për mua stres edhe çuditërisht kur ka kështu gjëra ndodh ndaj gjë e vogël që mbyllet vela pak e bojnë vështirat e kofet. I thash amon vetëm mos tash ulu aty dhe kur të ulemi hajde. Edhe po shkoj çdo gjë shumë mirë. Shumë mirë udhtimi. Po shumë. Çfarë do bësh më tutje? Kush është sporti tjetër? Nuk do ndryshosh. Ja, besoj se me këtë kam mbyll, domethënë këtu kam gjetë vetveten edhe kam shumë emocione dhe kur marr emocionet që vijnë nga pasagjerët, aty është kënaqësia më e madhe. Po tani, okay, unë e kuptoj që është kthyer në punë dhe është fantastike që ti pasionin tënd e ke kthyer në profesion, po vetëm vazhdon të fluturosh pastaj. Po, vetëm është çdo ditë. Çdo ditë fluturon? Çdo ditë. Unë çohem dhe shoh erën, nëse është e fluturueshme, s'mkem Tiranë. Vërtet, po sa orë fluturon? 1 orë, 2 orë, varet. Ç'a ndodh në ajër? Për shembull, kush janë gjërat, po themi, pasojat negative? Ka pasoja në shëndet? Ja, për kolla, si thash, kolla. Kjo është ajo, domethënë problemi, domethënë që ftofesh më kollaj, domethënë. Je gjatë gjithë kohës me erën, duhet mbrohesh, po nuk mbrohesh dot se ti gjatë kohës përgatitjes për fluturim ti dërsitesh. Edhe kur hypëm pastaj hypëm. Po pse dërsitesh gjatë fluturimit përgatitjes? Përgatitjes se do zbresësh velën, do hapësh velën, do bësh, e kupton këto manovrat që duhen. Edhe kur je me djers, pastaj ngrehesh lart, aty e ke. Ai është ruajmë ne. Po duhet kesh rroba pësoj termike, ku janë. Po djersitesh brenda normal që pastaj kur vjen era ftohesh. Kur ka qenë rasti më i rrezikshëm që të ka kap vërtet frika në ajër? Frika më ka kap në fillim edhe mia free fly, bëja i fluturim, ishim 3 shok në fakt, edhe dolëm në mal Dajtit, se dimrit ne fluturojmë në Dajt. Pse? Është më i mirë për kohën? Më afër Tiranës, s'ka lidhje me rrymat e erës, me këto. Okej, atje është kaq. Edhe ishim 3 shok edhe nuk e kuptuam që era ishte e fortë, sepse ishte veri, por nuk e kuptuam sepse take-offi që është perëndim në Dajt edhe era ishte veri, por nuk na lente edhe kodra e shkallës Stujanit, nuk na lente që të vite era, ta kuptonin. Edhe
Tha dil ti i pari, dil unë i pari, jo ti i pari, apo thash po dal unë. Okej. Dal unë i pari. Gjithmonë i pari. Dal i pari. Megjithëse po nuk isha piloti më me eksperiencë nga ne të tre. Ishte një dikush tjetër më me eksperiencë që duhet dilte. Po ishe çuni më guximtar. Po ai tu boko marifetet e veta, tu po sikur po hapte vetën me kështu. Kishte zdotë me tel. Edhe dola unë. Në momentin që sa shkëputem nga take-offi dhe drejtohem që dal për ajër, po. Erës që godiste era e veriut, aty vetëm ngela në ajër. Vela ngeli domosdoshmë sikur kisha ngel frenat e dorës dhe janë vend. Ç'a thua, nuk e çaje dot. Nuk çante vela. Ngrir, friz. Vend edhe ideja që kisha frikën që kisha më shumë ishte se kisha telat e teleferikut mbrapa. Oh, my god, ç'është situata. Ata kisha që po t'ishe pak më e fortë era, unë fillosha fluturoja mbrapa dhe mund të përplasesh. Përplaset e telat e teleferikut. Edhe shqyr pastaj me manovra, me speed, sepse janë ca manovra që duhet bësh në raste është era më e fortë. Speedi është që ul këndin e velës. Ja kupton? Edhe shtypa si motor, si makinë, edhe vela. Po, shtypa speedin, ula këndin e velës dhe filloi vela të çante ngadalë derisa ika sipër kodrave të varrezave të tufinës. Po. Aty pastaj se era zakonisht ndahet me breza. Domethënë 500 metra mund të jetë era veri, 600 e lart mund të jetë jug. Po mirë, ti bërë specialist i erës. Meteorologjisë. Edhe kështu derisa arrita ula, pastaj po shokët e mi nuk fluturun, se nga që m'pan mu që ç'a ndodhi, edhe nuk fluturun, edhe i kam prit ato në 1 orë sa në ndin aty duke pritur. Po mirë të paktë. Erdhën pastaj? Po erdhën më vonë tani kur qetësoi erë. Erdhën me fluturime po me fluturime. Okej. Po mirë. Po sikletin kalova unë. E kalove ti edhe gjithë këtë përvojë, e mësuan dhe ata nga eksperjenca jote. Ky ka qenë një vetëm rast. Ja, këto janë. Pastaj kështu gjëra të vogla, domethënë që na ka lënë benzina me paramotor për shkak. Po si ka bën po të la benzina? Ulet, nuk ka rrezik. Mjafton që të kesh lartësinë të ulesh normal. Të duhet lartësi për të ulur? Po. Jo, duhet manovrat e dura që të ulesh me herë përballë. Domethënë lartësia t'jep dhe kohë. Po, t'jep edhe kohë, t'jep edhe gjesh edhe hapësirën në vendin e dur, sepse ne nuk ulemi vertikalisht. Ne ulemi si duket e qartë, si duket bota nga lart, se ti je gjithkohon aty lart. Si dukemi ne tjerë këtu po. Po si duket më normal më duket tani mos bëm më përshtypje, se në fillim sigur më bënte çik përshtypje, por tani jam mësuar dhe vetëm e shijoj, mendoj ç'a do bëj manovrat që mund të bëj kur jam vetë. Po çfarë mund të bësh manovra vetëm që si bën me tjerët? Po bëj wing over, spirale. Nuk kuptoj, spirale çfarë do të bëj? Po spirale është që rrotullohesh po edhe lartësi. Duke u rrotulluar, duke u lartësi. Okay, krijon një efekt. Kurse wing over është që e çoj herë velën djathtas, herë majtas. Ikën kështu. Po, ikën kështu që e shef tokën poshtë. Mund të kthesh një çik kështu si në kthehet, po kur ajo e kthyem aty si duket atë. Siguria duke ra poshtë. Po mirë. Pasagjerët djerë është e bën dhe me pasagjer, ka pasagjer që i duan këto manovrat. Po tjetër çfarë manovrash ka? Po këto sugjerohen në fakt me pasagjer. Kurse pastaj ka lloj manovrash, ka infinit që kthehet parashuta kështu po. Komplet. Nuk i bëjmë ne. Po pse? Po janë të rrezikshme. Janë të rrezikshme një dhe janë me disiplina, për shembull kjo është hyrë në disiplina akros, që janë akrobatë domosdoshmë. Po, fiks. Po të hidhesh hedhjet lirë nga avioni e ke bërë? Jo, se kam bërë. Do ta bësh? Po këtu nuk ka. E di që nuk ka në Shqipëri. Vetëm po në Dubai, po nuk jo, ka dhe në Europë, këtu afër, ka në Greqi, ka në Itali, po Francë. Është e frikshme ajo apo jo? Se besoj, për mu që jam ti profesionis besoj se është e frikshme, po e njëjta gjë është. Është ato 2 minutat e parë që do jesh pas gjë, se pastaj të hapësh parashutën është normale, pastaj është siç e kam unë. Më duket një nga ja ta them dhe këtë personalisht jam fanse e gjithë sporteve ekstreme. Do të thon kur dua të bëj pushim, të qetësohem, rrisho vetëm këto lloj videosh. Njerëz që hidhen nga avioni. Në Instagram mund të shohësh video të mira. Biles mund fundit fare ishte e bukur se xhirova një emision për një televizion, edhe ajo gazetarja e bukur ishte kjo, se bëra fluturimin atë dhe i thashë ma e bëri me gazetaren fluturimin. Po ta dia të kishim po këtë intervistë në fluturim. Po, edhe i thash mos zej parashuta, se dëgjova të zej. Mund të zë si çdo makina avioni. Makina, po. Edhe parashuta? Po normal.
Edhe më tha, se dëgjova në fakt që kishe probleme me makinën. Okej, muzë makinë. I thash unë, atëze makina parashuta, se më të zi parashuta, i thash unë. Tha, jo, më tha, mu mze makina, tha, po jo parashuta. Okej, thash unë. Bo fluturimin, ne? Nga funja, jo, nga shplau varë. Qa thua, vërtet me... Wow. Se mund të ndodhe kjo, na? Po që do të bësh, do pish ato kokra që pim për makinën, që mos të ndodhe? Po, kur të zen, zakonisht makina që... cervikale, veshin mesë... Jo, këto nuk i fluturoj, me thënë drejtë. Pse? I pys, çdo pasagjer që vjen këto me smundje kronike, me tension, me zemër, me epilepsi. Do me thënë, duhet vim me lisë. Lisë. Se unë kam që problemi me qafën. Do me thënë rrugullojnë qafën. Të rrungë. Shumë e bukur. Unë duke parë gjithkohën dhe duke ndënjur, duke qenë fans dhe çmendur që nga surfi, këto motora të rally që bëjnë akrobacira, këto hedhjet nga ajri dhe gjitha llojet e sporteve ekstreme, jam shumë apasionuar, por gjithmonë një e para si vajzë, gjithmonë është babi, mami që mos e bëj këtë gjë, dhe ka qenë një arsye për ta ndaluar. Pastaj vjen një moshë që fillon dhe duket vetja që tash je lashun për ta bërë këtë gjë. Mbaj mend për shembull raste me shoqjet e mia kur ishim më të reja, shkonim në llogora dhe unë ndaloja gjithkohën aty te balkoni në llogora ku bëheshin fluturimet dhe prisja të merrja guximin që të hidhesha. Nuk e kam bërë asnjëherë. Shpresoj që ta bëj. Ti ndikon psikologjikisht te njerëzit që ti heqësh pak frikën, emocionin, të duhet të bësh një punë psikologjike? Normal, po. Normal që ta thash, njerëzit që kanë frikë dallohen direkt. Dallohen sepse nuk janë të vëmendshëm me para. Çfarë do të thënë? Do të thonë që nuk flet pasagjerit dhe i harron. Jo, ti i flet pasagjerit dhe ai të shmang. Nuk do të ndiqoj të. Vërtet po. Po kështu, rikot. Ti thon që mos ke frikë kështu ose thot po gjatë gjithë kohës thot po pa kontrolluar. Unë e kuptoj për shembull. Po 10 vjet në Edhe shumicën e kohës, për shembull në llogara e kam pas më problem fakt take-off-in. Take-off-i është problem kur një person pasagjer jot nuk përgjigjet, se aty do vraposh me kë. Patjetër duhet të lëshosh trupin. Momentin të parë që ai ti vrapon, ngrehet vela dhe ai vela do me dal fluturim, kurse ai pasagjerit stopon në vend. Aty normal që është e frikshme dhe është e rrezikshme. Po. Kurse ndryshe nga këtu, në qerret. Ka ndodhur kjo? Me pasagjerë që ndalojnë aty në fund para shkëputjes. Ka ndodhur. Se në fakt arbër ajo shkëputja është shumë e vështirë. E vështirë është, po më ka ndodhur edhe çfarë bëja nga që i kuptoja, ose më e bukur një provë, një test që i bëja kur punoja në llogara, i bëja gjithmonë, i maja nga sedilja, para se të fluturonin, dhe i thoja vrapo. Vrapo drejt Greminës. Ato bënin sikur vraponin. Ore vrapo. Më të riq, ja kupton? Derisa e kuptosha që s'ka për të vraposh. Ose e kuptoja që ky s'ka për të vrapu. Edhe në momentin që e kuptoja që ky s'ka për të vrapu, i thrisja një kolegun tim, i thoja të lutem mama pak, edhe që ma ngrenin. Po, ma të riq që të ma ngrenin, se momentin që ngret parashuta, ajo parashuta të ngre për lart. Po, të merr të riq sipër. Nuk është e bravo, është ka pesh. Vetëm ideja që ajo ngulet në tokë dhe nuk do të vrapoj ose nuk do të eci. E kuptova. Edhe kur me një ndihmën e një kolegut për shkak del në ajër, momenti që del në ajër për sa është problem. Po mirë, njerëzit e tu të dashur, shoqet, shokët, i ke marrë të gjithë në fluturim? Po, i kam marrë më. Po. Tani kush ka pas qef ka ardhur. Ka nga ata që s'do e provojnë kurrë aq shumë frikë. Po. Ka shokët mit ngushtë, domethënë. Po. Edhe unë i tall me këtë. I thënë se kur thonë që jo fluturojnë me ty, thash pasi e bë shumë lek vëlla. Se zakonisht që ka shumë lek nuk do të fluturojnë, nuk do të rrezikojnë. Nuk do të jam rahat thot. Këtë verë besoj do kesh akoma më shumë. Se duket si turizmi vjen duke u rritur. Po, aty një problem që kam qerret domethënë që vin mosha shumë të mëdha. Po pse është kjo më penalizon pak për sportin tim, domethënë vin. Po ti je alokuar, je vendosur në qerret. Çdo që do të gjej ty duhet të gjej në qerret. Në Tirana e kanë më kollaj në fakt, në qerret. Po me turistët që vinë në qerret, për shembull se janë gjithë hotelet janë all inclusive dhe zakonisht vinë mosha 3, na kupton, moshë e madhe që
ka edhe të rinj, kupton, po ideja që vijnë shumë të mëdhej edhe janë edhe këto me probleme me sëmundje kronike që nuk i lejojnë. Po çka kam bërë? Kam fut dhe motorat me 4 goma që t'i balancoj. Domethënë këto që nuk fluturojnë, këto mosha të madhe i bëj guidat me motore. Po bëj një lloj safari. Ka kodra të bukura, forsi luku, andaj që ja vlen. Në këtë zonë Qeretit. Po, ose që ikim te plazhi Gjeneralit, me motora. Me motora. Wow, super, nëpër kodra. Nëpër kodra, shumë rrugë. Është duhet jetë, ose kam bërë atë hiking-un, ato trek aty se kam bërë, po e kam menduar ta bëj me këmbë. Me thënë drejtën Ana, shumë tirancë nuk e njohin fare Shqipërinë e Mesme. Pak në zonën e Kavajës, e Spillës, Livjakës. Ato janë zona fantastike. Janë zona shumë bukura dhe janë virgjëra, akoma janë virgjëra. Kjo e plazhi Gjeneralit që thua ti edhe është Karpeni. Ja vlen ti ikësh i ditë edhe me çu fëmijët. Po më pëlqen kjo që thua që mund ta bëke me motora. Je më safe. Mos dalin një gjarë për një qenë nga këto frikë. Në për në këmbë, kurse me motor. Jo, me motor. Po mund ikësh dhe me makina ty, po me motor. Jo, për të kalu në përshtigjet ngushta, them, se motori ku s'kalon. Po, motori futet kudo. Shumë mirë, kjo është një Turistët shumë ndjen shumë kënaqur, shumë fare. Ka nga ato që kthehen? Po, nëse zakonisht ukrainësit kthehen, kurse tjerët, me thënë drejtën, e kam vetëm një herë. Kurse këto që ka shumë ukrainas që kanë ble shtëpinë në Qerret, ose polak, ka shumë fare. Që jetojnë aty tani, kanë shtëpiat e tyre të pushimit. Në fakt që mbas luftës, kur nisi lufta në Ukrainë, mbaj mend që pati një vërshim në të gjithë Shqipërinë kanë bler. Po, kanë bler, por shumica Golem, Qerret ka shumë polakë. Po ti nisesh nga aty, nga Qerreti dhe ulesh prap aty në Rër apo jo? Po. Jo në Rër, kam një pistë. Kam një pistë timen që e kam marrë me qera normal. Edhe nga aty bëj. I marr turistët në hotel, nga hoteli çoj te pista, fluturojmë, pastaj i kthej prap. Sa kohë zgjat fluturimi atyre? Një orë. Si komplet, si fluturim, transport, kështu zgjat 45 minuta. O, fantastike. Nuk është që jo, nuk është që jo, 20 minuta rinë ajër. Është e përfshirë dhe video GoPro-ja që ja fantastike. Në fakt në Instagramin tënd i pash ato, ishin shumë fantastike, po ajo që ndjeva si unë që dua ta bëj këtë gjë dhe kam pak stepje, pak frikë, fakti që kishte atë si motor, siç po thoya, ishte ajo goca që shtrëngonte ekurin. Gjithsesi, edhe pse njeriu e di që është në ajër, prap nga që je ulur diku, të jep një si ndjenjë sigurie. Ka të bëj kjo me kontrollin, kur nuk do të lëshosh kontrollin, prandaj nuk e bën fluturimin. Sedi, nuk i ke hyrë psikologjisht. Megjithatë ti dukesh shumë njeri i lirë, nuk të intereson fare të kontrollosh asnjë gjë. Kështu që unë ja u sugjeroj të gjithë dhe ju që keni po them problematika të kontrollit, që doni të kontrolloni jetën të tjerët, ku diun ta provoni patjetër një fluturim, se ju shëron se të kesh nevojë për të kontrolluar është gjë shumë e keqe, besoj. Normal, po fluturimit pas fluturimit bësh njëri më i mirë, ta garantoj. Vërtet? Po, ta garantoj. Ndryshon pikpamja për jetën edhe bësh më i dashur, kam përshtypjen. Wow, fantastik, është terapi. Gjithmonë sa që fluturoj, jam më i qetë kur ulem. Jam shumë fare më i qetë. Ndryshe është nga kur rrit 2 javë pa fluturu, sigur bëhem agresiv, sigur më ngarkojnë këto problematikat, jo lajmet, jo kështu. A kupton? Kurse kur fluturoj, sigur rishiroj ato gjithë emocionet toksike që na vijnë nga jashtë nga brenda, se janë dhe tonet e të tjerëve. Po shumë interesante kjo që thua, është terapi fluturimi, besoj po, duhet jetë një terapi shumë e mirë për njerëz që kanë ngarkesa, për njerëz që kanë probleme me ku diun të tyre të errta. Ose bëjnë, nuk është problem, nuk është ideja vetëm të fluturojnë tani, po mund bëjnë diçka, domethënë që dalin nga kjo monotonia, të shkarkojnë
Po fluturimi nga që siç e the ti, dola nga motorrat, nga futbolli, shkova te fluturimi se dua më shumë adrenalin, besoj që edhe ndikimi duhet jetë akoma dhe shumë i fortë. Më i fortë, më i thellë. Të falenderoj pafund, ishte kaq qef për mua. Falenderoj shumë. Që erdhe që u takuam. Që u pam se kemi qenë shumë shok edhe shumë të afërt edhe jemi brez tjetër ne. Këta të rinj nuk e din si jemi rritur ne. Nuk vin më brezi jon, ka vështirë. Ne jemi brezi fundit që kemi përjetuar ato shoqëri të pasta. Tani ka ndryshuar çdo gjë. Teknologjia sigur i ka shkëput njerëzit. Jemi në të fundit thot Fiori. Fiori çfarë vit lindje je ti? 94. Okej, Fiori, duhet jetë brezi i fundit. Megjithatë ne do ruajmë këtë ekskluzivitet. Se jemi para 90-s. E vërtetë është që ka qenë fantastike. Kështu që faleminderit që më riktheve edhe një herë ato emocionet asaj kohe, se vërtet siç thua ti janë harruar këto me ndryshimet që ka pësuar bota njeriu. Të uroj shumë fat, edhe sa më shumë sukses. Edhe do vi të bëj fluturimin me ty. Po, të pres patjetër. E bëj këtë pretim patjetër. Do jetë për mua, do jetë një ndryshim rrënjësor i botës time të brendshme, do mund këtë frikë. Ju falenderoj gjithë që na ndoqët. Ishim me Arbor Giant këtu në Njerëz si ne. Do takohemi sërish të hënën tjetër. Mirupafshim.